Gara për Senatin Amerikan në shtetin e Maine ka hyrë në një fazë të papritur, pasi kandidati demokrat Graham Platner ka njoftuar pezullimin e fushatës së tij zgjedhore. Vendimi vjen pas një sër polemikash, ku më e rënda lidhet me akuzat për sulm seksual. Platner i ka mohuar kategorikisht këto pretendime, duke theksuar se pezullimi i fushatës nuk përbën pranim faj. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, ish ushtaraku i Marinës Amerikane dhe kultivuesi i gocave të detit, tha se lëvizja politike që ai përfaqëson duhet të vazhdojë, por se nuk mund të jetë më ai figura që e udhëheq. Platner argumentoi se vendimi është marrë për shkak të, sipas tij, pengesave të krijuara nga strukturat e pushtetit dhe jo për shkak të akuzave që rëndojnë mbi të. Ai shprehu gjithashtu mirënjohje për mbështetësit dhe ekipin që kishte punuar gjatë gjithë fushatës. Tërheqja e tij pritet të ndikojë ndjeshëm në strategjinë e Partisë Demokratike, e cila synon të fitojë shumicën në Senat në zgjedhjet e mesmandatit të 3 nëntorit. Aktualisht, republikanët kontrollojnë Senatin me një shumicë prej 53 me 47. Sipas rregullave zgjedhore në Maine, Platner ka fakt deri më 13 korrik për të formalizuar tërheqjen nga gara. Nëse kjo ndodh, Partia Demokratike do të ketë kohë deri më 27 korrik për të përzgjedhur një kandidat të ri që do të përballet me senatoren republikane Susan Collins, e cila mban këtë mandat që prej vitit 1997. Zhvillimet e fundit e bëjnë garën në Maine një nga më të ndjekurat e zgjedhjeve të këtij viti, me pasoja që mund të ndikojnë drejt për drejt në balancën e forcave në Senatin Amerikan.